Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përkushtuara ndaj NATO-s. Në samitin e Hagës, Mark Rutte, aleatët evropian nuk duhet të shqetësohen. Aleatët evropian nuk duhet të shqetësohen për përkushtimin e Shtetet e Bashkuara ndaj NATO-s, sa të martën Mark Rutte, shefi i aleancës ushtarake, duke folur para samitit, ku u miratua një synim i ri për shpenzime të mëdha. Takimi disa ditor në Hagë kishte për qëllim të dërgojë një mesazh presidentit të Rusisë Vladimir Putin se NATO është e bashkuar pavarësisht kritikave të mëparshme të presidentit Donald Trump ndaj aleancës dhe se është e vendosur zgjerojë dhe përmirësojë mbrojtjen për të frenuar çdo sulm nga Moska. Presidenti amerikan dhe udhëheqja e lartë amerikane janë plotësisht të përkushtuar ndaj NATO-s, sa Rutte në një forum publik para hapjes zyrtare të samitit, duke shtuar megjithatë se ky përkushtim vjen me pritshmërinë që vendet evropiane dhe kanadajat të rrisin shpenzimet e mbrojtjes që u arrit në samit. Rutte përshkroi çështjen e shpenzimeve si pengesë, irritim i madh dhe është fakti se nuk po shpenzojmë siç duhet si europianët dhe kanadezët dhe ata duhen që të barazohemi me atë që shpenzon Shtetet e Bashkuara. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se ka planifikuar të takojë me Trumpin dhe se ai nuk do të merrte pjesë në samit. Ai u takua më vonë me presidentin Trump. I pyetur për mundësinë e përfundimit të luftës 3 vjeçare në Ukrainë, Rutte tha nuk mund të parashikoj ç'do ndodh. Ai gjithashtu lavdëroi Trumpin për angazhimin me Putinin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha të martën se NATO e themeluar në vitin 49 për të bërë ballë kërcënimin nga Bashkimi Sovjetik, është krijuar për konfrontim dhe ndodhet në rrugë të militarizimit të pakontrolluar.